Sot në Palimit kam kënaqësinë që të kem një personazh që na surprizon shumë herë me videot e tij eksperimentale që realizon në rrjetet sociale. Plot eksperimente, kreativitet dhe ide të veçanta. Ai ka arritur të ndërtojë një stil unik në rrjetet sociale që të tërheq vëmendjen e publikut dhe bizneseve. Më qetë se kur, sot kam kënaqësinë të kem në studio Arbër Dervishaj. Kënaqësia është e ime dhe faleminderit. Arbër, si je? Mirë. Mirë se erdhe në radhë të parë. Po më duket studio e bukur. Shumë faleminderit. Po më duket diçka e veçantë që të kam në një variant tjetër nga ai që je në rrjetet sociale. Më duket shumë i qetë sot. Sigurisht, se zakonisht është bërë refleksi në momentin që ndihet kamera, transformohesh në tjetër person, është tani jam vetëm mos na thyej studio. Na para lajmëron. Arbër, me që gjithmonë jemi në këtë sentin që të shikojmë si shumë energjik që thyen. Si e ti jashtë kamerës? Njerëzit habitin me mua. Në momentin që për shembull takoj një person që më shikon për herë të parë, e thotë ç'ne ka qiqeti. Ç'ne ka qiqet? Domethënë janë ndërtuar dy karaktere brenda me apo dy personazhe të ndryshme. Një që është kur ndihet kamera, një që është jashtë kamerës. Jashtë kamerës. Po. Fatmirësisht jam munduar të jetoj me të dy personazhet edhe është një gjë që ka gjetur paqe brenda meje. Pra Arbëri jashtë punës është shumë i qetë. Komplet njëri tjetër. Mund ta imagjinoj dikush që ndoshta në një afër. Person i qetë, i turpshëm, shumë i turpshëm. I turpshëm ti? Po. Ja, nuk ka shanse. Po, matem mirë kur flas, kur e them diçka, domethënë komplet e kundërta e asaj që ndodh. Shfaqet në rrjetet sociale. Gjithsesi mbetet një fasadë, le të themi. Është puna dhe është puna që ty ta kërkon, të jesh aq energjik. Shiko, unë kam provuar si thua të gjitha anët. Unë kam bërë me seriozitet, me të qeshur, me të qartë, me të gjitha anët. Në këtë lloj formati pati sukses. Edhe do të rrjedhimisht do e vazhdosh. Po, do e vazhdosh atë rrjedhën e gjës. Në fillim ishte çik problem, si të thuash, se njëkohësisht ishte edhe një skandal që mua më favorizoi sepse më jepte shumë audiencë që se u krijua një lloj debati apo një lloj dileme. Cili ishte ky skandali? Ky është apo bën? Kjo shpreha, është apo bën? Edhe deri diku ishte e mirë për mua për në aspekti punës sepse ishte ajo intriga në mes, që dalë çik çapo ndodh. E pastaj njerëzit flasin derisa merret vesh që shikoj se ky ka punë këtë gjë edhe njerëzit e kuptojnë këtë gjë, se si funksionon sot. Po deri diku nuk më vjen mirë që e kanë kuptuar. Sepse do ishte më mirë. Ishte më mirë kur është ajo suspanca që edhe duhet të kisha vazhduar akoma më shumë. Që ky është apo bën. Bravo, kur kuptohet nuk është bie ajo magjia. Por me çfarë merresh ti përpara se të vijoj këtë rrugtimi në rrjetet sociale, me këto video dinamike, me shpërthime, me thyrje? Gjithmonë jam fokusuar te pjesa e shitjeve, marketingut, por jo në këtë formë. Formimin e kam për financë, me një fjalë. Kam punuar një periudhë si ekonomist, por në bazë të rrethanave të tjerë, të kërkesave ndaj vetes edhe shumë faktorëve të tjerë, nuk mjaftoi me aq. Nuk mjaftosha me aq dhe kërkoja diçka më shumë nga vetja. Pra ti u përputhe me atë që të kërkoi tregu. Po, dhe krahas kësaj është dhe diçka që lidhet me faktin që unë nuk mund të rri dot mbyllur brenda një zyre. Sepse kam qëndruar dhe nuk e ndjeja veten të kuvizuar brenda një zyre duke punuar mbledhje zbritje, shumëzim pjesëtim. Nuk e gjeje veten aty. Po. Normale që do jetë momenti dhe koha që për punë të tjera do duhet ajo qetësia që të ofron zyra apo ambienti mbyllur, por në fazën e parë, ajo fazë e shkoputjes që besoj se çdo njeri duhet ta ketë tek jeta e tij. Një moment reflektimi, le të themi. Po, kryesisht, po pa veçuar gjini femërore, po kryesisht mashkulli ka të nevojshëm të pjesën e shpërthimit, sepse duhet i vërtetoj vetes, familjes, shoqërisë që është i diferencuar apo është dikush. Sepse ta kërkon vetë koha, jeta, rrethanat. Si nisi gjithë ky rrugtim tek pjesa e videove, le të themi? Shiko, unë po bëj gati 5 vite që bëj video. 5 vite? Një vite e gjysmë, le të themi 2 me pjesën e reklamave, po bëj gati 5 vite. Në fillim nisi si një shaka. Që hajde po e provoj një herë. Në fakt se kam provuar unë, e ka provuar një njëjturi im që kishte një biznes jashtë shtetit.
E provoi ai fillimisht. E provoi ai, unë i dash idenë që tani, se ishte një moment që kishte ngel pa punë ai. E kuptoj. Ishte sipërmarrës në Austri, edhe kishte nevojë për punë. I thash, "Ore, po s'kur të bëjmë disa video në gjermanisht dhe ti publikosh." E mori si shaka ai që po ky çfarë po thot. Thjesht më beso mua, i thash. Dhe ato video për publikun atje shkuan 200.000-300.000 shikime videot. Pra i bëri video, të realizoi. I thash më beso. Në bazë të ides tënde. Po. Unë do ta jap idenë në shqip, ti përshtatet në gjuhën gjermane, bëj këto gjëra. Ideja ishte e njëjtë me këto shpërthime që bën ti në videot tani? Jo. Ishte shiko. Strategji tjetër. Po. Ishte strategji tjetër, por thelbi është i njëjtë. Thelbi është të tërheqësh vëmendjen. Sepse në kohën që jetojmë sot, gjithçka ka të bëjë me vëmendjen. Dhe në momentin që ti e tërheq vëmendje, atë vëmendje mund ta monetizosh, mund ta kthesh edhe në të ardhmen, edhe në klient dhe në punë, kështu me radhë. Pra ai ka qenë pikë e parë. Dhe mbasi ato 2-3 video të bën të gjitha virale, mua më bën një lidhje pikash në brenda, në brendësi dhe thash, "Ok, unë po kthehem në Shqipëri, që kam qenë jashtë, dhe e vetmja gjë që do merrem janë rrjetet sociale. Nuk e dija si qysh se kisha akoma konkrete ide në reklamave, po unë ndava mendjen që unë do merrem vetëm me reklama. E ndava mendjen që do kesh vetëm pjesën e videove. Do merrem vetëm me rrjetet sociale, vetëm me video, vetëm me krijim videosh. Nuk e dija sin, por dija që këtë gjë do bëja. Dhe pastaj kur ky ishte që në momentin që ti pe ecurinë e videove tek dhe efekti. Kushëriri dhe efekti. Dhe efektin. Dhe pastaj pjesa tjetër ka qenë thjesht vazhdimësia sa ideja që unë formova. Cila ishte ajo videoja e parë që le të themi mori atë bumin e madh dhe të bëri që të vazhdosh edhe me video të tjera? Shiko, janë 2 video që janë të rëndësishme, do thoja unë. Një nga aspekti im personal që lidhet me vazhdimsinë e punës, të ardhurat, ecurinë e tjerë, që është një video që unë kthej me kokë poshtë, vare me ritar me kokë poshtë, ishte. Po, e kam parë. Po, ajo ishte video që nga një moment telefoni im nuk ka pushuar. Domethënë kam pasur vazhdimisht punë. Nështë video që njerëzit e mbajnë mend shumë dhe ma kujtojnë, është ajo video që dal nga vari, që jam i mbuluar me dhe dal. Ajo ishte maja, si thuash, e kësaj. Këto të dyja ishin ato që dhanë atë shpërthimin e madh që ti u njohë. Momentet kyçe. Këto idet ishin të tuat për të varur me kokë poshtë. Po. Domethënë për të pjesë e ideve është ajo baza, si thuash. Është e vetmja që kam pasur, se në fillim s'kisha asgjë. Kisha thjesht një besim të palë kundër të vetja, nuk kishin gjërat konkrete dhe vetëm ato idetë e mia që mund të funksiononin kisha. Dhe ato shpyr Zotit. Tregoj që Idetë larmishme, po. Siç ta thash, unë e kam provuar në shumë mënyra. Po kjo nuk e di që ti rezonoj me njerëzit, ndoshta u pëlqente si gjë, se kam provuar të dalë dhe është ajo që tërheq atë vëmendjen e madhe. Po. Kam bërë dhe video që kanë shkuar virale, të shkuara që kanë tërhequr vëmendje. Po s'kishte, nuk ndiste. Pra njerëzit po thua që pëlqejnë më shumë ato video që kapin atë vëmendjen e madhe si varja me kokë poshtë. Po. Nuk e di, kështu funksionon. Është një gjë për t'u habitur, por bazuar në këto të dhëna, unë vazhdova në këtë drejtim. Në varësi të asaj që të kërkoj publiku, ti mbajte këtë rrjedh videosh dhe je deri këtu ku je sot. A ka patur njerëz që të kanë thënë të heqësh dorë kur kanë parë të gjithë këto gjërat ekstreme që ti ke bërë? Padyshim të heqësh dorë. Domethënë që jo mbasi të heqësh dorë, por shiko, bëj video të pak në një mënyrë tjetër. Edhe sot e këta ditë për të shtëpisë më thonë që se ti audiencën e ke, s'ke pse për më kështu. Po deri diku janë mësuar njerëzit me mua dhe nuk ma marrin për keq. Janë mësuar me atë idenë se si funksionon. Dhe këtë gjë kam qenë i vetëm që kam besuar. Dhe kështu po ndodh që do vi një ditë i kam thënë vetes që kjo gjë, këtë gjë njerëzit do ma mirë kuptojnë. Dhe nuk do bëhet më ndonjë që kush e di. Se fundja praktikisht si bie një unë qaf nuk shkakton konflikte, është absolutisht. Është diçka që ti e bën në mënyrën tënde. Po, është diçka e veçantë, po.
Është shumë e veçantë sepse edhe publiku prandaj e pëlqen. Po, di të them që fillimi ka qenë te kjo pjesa një shumë i vështirë. Ka qenë e vështirë. Si ishte diçka që si thua, ok, po hap një butik rrobash që e di që ai komshua dy ka punë, do kem dhe unë. Do kem edhe unë. Është diçka që se ka bërë njëri dhe ti e beson vetëm ti. Ti përmendë pak më parë pjesën e familjes, që tani ata të thonë lëre sepse ke arritur famën. Jo, domethënë po kur bëj ndryshoj modelin e videos sepse ke arritur atë emrin. Po më përpara, kur ti ishe në fillimet e tua dhe po bëje këto gjërat, pra që se kishe arritur akoma atë emrin e madh, çfarë të thonte familja? Shiko, unë di të them këtë gjë që ndoshta është edhe një mesazh për ata që na ndjekin. Secili në rrugtimin e vet këtë ndjesinë e presionit e ka. Unë e kam pasur në fakti që kam bërë video të veçanta dhe ka qenë presionin nga të shtëpisë, nga të afërmit, nga rrethi. Të gjithë e kanë këtë presion në një mënyrë në një tjetër. Çështja është si ta përballosh. Se nëse unë e kam në këtë pjesë, dikush e ka ta supozojmë ka marrë një kredi dhe është ai presioni i kredis, apo dikush e kanë rrugët janë të ndryshme, por në thelb është e njëjta gjë. Si i përballon ti këto komentet? Tani është bërë gjë as nuk është bërë gjë normale. Është bërë gjë normale, ata nuk ndikojnë. Po më përpara ndikonin pak? Në fillimet e tua po flas. Shiko, ofendimet nuk të ndikojnë. Po ajo që të ndikon është në një koment në të shkuarën bet fjalë që mund të po në të shkuarën po flasim. Leri këto çike këto, mos ke pa shumë filma, mendon se po bësh pa këto komente tipike le të them. Që futen atë negativitetin e tyre por me argumente që shiko se nuk mund ta bësh se gjë gjatë kësaj natyre. Këto deri diku, po shumë pak të ndikonin, por është diçka që njeriu duhet të shtrëngojë dhëmët dhe ta ndjekë atë që beson dhe atë planin që ka në kokë. Nga fillimi i videove të tua deri më sot, ka patur ndonjë moment që ke menduar të shkëputesh? Jo. Ka pasur qoftë edhe për ndonjë shkëputje të vogël apo jo? Po sepse unë këtë gjë unë e shijoj. Krijimin e videove, sepse nuk është thjesht krijim videosh apo puna, është edhe eksperiencë. Për shembull, një tregues mund të jenë shumë pak vende të Shqipërisë në të cilat unë nuk kam shkuar. Sepse lidhet me punën. Pra ti njeh njerëz të rinj, kupton histori të reja, eksploron vende, njëkohësisht dhe punon. Pra e kam shijuar të gjithën këto. Normale ka pas ndonjë moment lodhje më shumë apo kështu, po jo të shkosh tek mendimi që të rigjesh apo ta lësh. Mund ta zhvillosh më tej, mund të bësh më shumë, mund të jesh më shumë, po për të kthyer mbas jo. Dhe dua të them diçka tek pjesa e komenteve. Siç e thash unë si tip, siç duket, nuk është se ndikujem shumë, nuk ka marrë iniciativë arrisje etj. Dhe mund kam arritur t'i përballoj. Pra e kishe këtë pritshmëri që do gjykoheshe. Padyshim. Po një gjë unë nuk do ta përballoj dot kurrë. Dhe e them realisht. Cilën nuk do ta përballoja? Që kur ju futa me këmbë detit, si thon asaj, që aty të largohesha dhe të kthesha mbas ekonomist. Domethënë ekonomist të kthesha mbas tek ajo pjesa e të qenit. Tek ajo nga të cilën u largove. Diku i punësuar. Atë pjesë nuk mund ta përballoj dot. Ose në rast si më të keq do largohesh nga Shqipëria. Ndërsa të mblidhja një kapital apo një shumë parash që mund të bëja të provoj diçka tjetër, por është e vetmja gjë që unë nuk mund ta pranoja. Profesioni e ekonomistit që ti e ke bërë më përpara, mendon që nuk është i vlefshëm apo thjesht ti nuk gjetë veten? Po janë edhe të dyja. Nuk është i paguar ai sa duhet, mund ta them më saktë. Një. Së dyti është diçka që pozicionohet me teknologjinë. Nuk mund ta shikosh në mënyrë afatgjatë. Dhe së treti është e para në aspekti ekonomik, është një konkurrencë e lartë. Pra është një konkurrencë e lartë, pra nuk është një tregëri. Pra nëse ne do të futemi tek studimi i biznesit, tek filozofia e biznesit, synimi është të kapësh tregje të reja, që është një kërkesë e lartë, por nuk ka ende një ofertë. Pra këtu krijohet edhe ajo pjesa e kapitalit apo suksesit. Kur ti ke një kërkesë të lartë dhe nuk ka shumë ofertë. Nuk ka shumë ofertë. Pra që janë tregjet e vogla. Pra është diçka që me kohën do konsumohet. Do sensohet nga inteligjenca artificiale. Dhe janë shumë procese që do bëhen në mënyrë automatike. Gjë që nuk e shkruan si një perspektivë. Plus edhe e para një ajo që nuk e gjen veten plotësisht tek ajo pjesë. Tek ajo pjesë.
Atëherë, nga të gjitha video që ke zhvilluar dhe bashkëpunimet e shumta që ke në biznese, cilën do ta quaj atë më fitimprurse? Më fitimprurse në çfarë aspekti, që nga ana ime apo nga ana nga përfitimet që ti ke arritur nga ajo video. Do me thënë, cili është ai biznes që ty të ka paguar më shumë për këtë video që ke realizuar? Zakonisht ndodh me shitjet e pronave, pajisjeve, bizneseve, që në mbasi ndodh shitja, ke dhe shpërblim. Pra kjo është ajo pjesa që të kënaq te ky aspekt. Kuptoj. Tek pjesa e videove po flasim gjithmonë. Po. Cila ka qenë shifra më e madhe që ke arritur? Por tani unë se e thon shumë ti që unë e bëj një total mujor, si thua. I arrin të jetosh shumë mirë, më mirë nga një pjesë e madhe, nuk bëhesh dot milioner, se është do disa gjëra të tjera të jeton mirë. Tani te shifra unë kam thënë dhe vazhdoj ta them, janë të ardhura që shkojnë mbi 5-6.000 euro në muaj. 5-6.000 euro në muaj. Por mos më shumë, po thuash më shumë, marrin për keq ta. E marrin për keq. Por që le të themi shkoj më shumë se tek 5-6.000 euro në muaj. Padyshim dhe shiko, do të them diçka. Kur bëhet fjalë për te pjesa e paras, disa njerëz thonë që e kanë fituar me djers, disa thonë e kanë fituar me gjak. Unë di të them ato dy të ardhura që krijoj, në fillim kam siç era dhe mohabeti dhe biseda, unë kam krijuar me lot. Me fjalë, bën video ditën siç është ajo përditshmëria ime, edhe natën qan. Deri në momentin që tes, ke patur një fazë të tillë, domethënë. Po, shtrëngon dhëmët, domethënë ti bën video ditën. Bën dhe falas, që domethënë të krijohet ideja që të arrish atë klientelën. Në fillim ti do të krijosh idenë që shikoj se kjo është ajo se çfarë po bëj. Se këtë po e marrin shumë, ta marrin dhe ne. Edhe në fillim kam bërë shumë video falas. Bën video falas, nuk paguhesh, portofoli bosh. Shpreson që video duhet që viral do kem kërkesa nuk ka, vin nata, para se të flesh, je me lot në sy. Dhe pastaj fshin lotët, shtrëngon dhëmët, prapë njëjta gjë. Dhe zgjohesh përsëri në mëngjes. Edhe duke besuar se ka për të funksionuar. Nëse se dua të përfitoj në rasti dhe një mesazh për ata që po na ndjekin, pastaj është ajo faza tjetër që nuk përmendet shpesh. Çfarë ndodhi më vonë? Më vonë erdhi momenti që ai muri gjigant u shëmb. Dhe filluan gjërat të hapeshin. Pastaj atje u krua një lloj nuk po e kuptoja që po çfarë po bëja. Që ai muri nuk ishte më. Nuk pushon e telefoni. Bjerante. Dhe e para ky aspekt, siç duhet të jesh i përgatitur për të duruar, duhet të jesh i përgatitur edhe të maksimizosh fitimet. Sepse ka një moment nëse ti e bën një gjë, çfarë do të gjëje? Do vi një moment që do kesh sukses. Por në momentin që do të suksesi duhet ta korrësh në maksimum. Duhet të dish se si ta mbash. Siç ke duruar në maksimum, ashtu duhet të maksimizosh dhe korjen, sepse është fundi është puna jote që ti e ke bër kur askush s'e ka parë. Pra e thash të gjë për një si një mesazh për ata që na ndjekin. Për të gjithë ata që janë në fillimet e tyre, dhe kësaj fushë. Duhet të kenë kujdes me durimin në fillim, në mbjellje, në thonjza, por edhe në korje duhet të jenë shumë vigjilent që të maksimizojnë atë që kanë mbjellur. Sa kohë shpenzon në ditë për të realizuar këtë video, duke filluar që tek ideja, besoj bën të gjitha vet apo jo? Po. Domethënë jo, kam dhe dikoj që punoj, që jemi shok, ortak, miq. Por jo vetëm, janë disa që merren me pjesën e videove. Si thua, kam krijuar një ekip të vogël. Po jam i përfshirë, nuk e shikoj si një punë që vajti ora po e lë. I përfshirë, për shembull edhe në darkë kur shkoj në shtëpi, shikoj video. Sa herë gjen mundsinë ti vazhdon edhe rregullon. Frymëzoj nga jashtë, çfarë bën ndodh jashtë, si mësoj për algoritmet, si funksionon algoritmet, çfarë duan njerëzit, çfarë duhet të shtojë, çfarë duhet të heq. Pra jam gjithkohë, pra ka dy lloje ose dy lloje veprimesh, kur ti shtyhesh dhe kur të rriqesh. Kur shtyhesh si e bën si me shtytjen, nëse kur të rriqesh ty të kap ajo interesi dhe nuk e ndjen më atë lodhin apo atë, thjesht fokusohesh në atë botën e videove, algoritmit edhe je i përqendruar atje. Nga të gjitha video që realizon, cilat mund të themi që janë ato që edhe ka pasur ato që kanë dështuar? Që kanë dështuar që s'janë bërë virale apo që çfarë?
që Në të dyja rastet, e para që kanë dështuar nuk ke patur ato pritshmëri, po, dhe tek tjetra që i keni nisur për diçka edhe ka mbetur përgjysmë sepse nuk është realizuar dot. jo, okay, për të dyja, ditë të them tek rezultati. Te rezultati ka pas video për shembull që në një biznes që ka qenë një vlerë mbi tregun, edhe pse ajo video ka bërë shumë virale, do nuk e çaj bën. Nuk kur është mbi tregun, është mbi tregun, nuk e shet dot. Apo makina apo biznes. Ndërsa video që janë alluar, po ka plot. Ka plot sepse një moment saktuar pronari biznesit në ato overthinking që po çfarë do mendoj njerëzit, jo është po kështu, ka thënë Lerës, bëj. Edhe janë detyruar kanë bërë një version të thjeshtë Të videos. Po. Që e kam hequr atë çmendurinë edhe kam bërë një version të okay. A ka nga këto biznese që kërkojnë versionin e thjeshtë? Po, edhe domethënë nuk është se unë shkoj atje, u habi surprizë, pa u thënë gjë, u thyej gjërat atje apo e diskutoj në fillim, edhe mitera dhe pastaj themi kështu. Shiko, ka diçka. Edhe unë dhe sa që shkojnë për biznese u them. Kur është një ofertë e mirë? Për shembull, ishte ti e bëra një reklam, ishte një varg që jepej me qira, kishte një çmim të mirë ajo. Nuk ka nevojë të bësh budallëqe, çmendurira. Sepse është vetë oferta sepse është vetë oferta e tillë që e di që ajo do eci. Do eci sepse njerëzit e shikojnë dhe i shikojnë, i bëjnë save, e shpërndajnë. Ndërsa mundohem që të bëj ndonjë gjë jo normale në momentin që është diçka e zakonshme apo domethënë që duhet diçka të tërheqësh vëmendjen. Por në momentin që është vetë produkti që tërheq vëmendjen, nuk është e nevojshme. Madje do mund të bësh gabim në momentin që ti bën diçka jo normale në atë moment, sepse duhet ta përshtatësh çdo gjë me biznesin, po thua. Pra, kur është çmimi i mirë, nuk ka nevojë. Unë kam bërë të gjë, ja, herë e parë që them si sekret për shembull. Te pjesë e pronave. Është një pronë ta zënë në Ballç. Se unë thjesht paguajm për reklam, nuk paguajm si agjenci. Po. Dhe është ajo 70.000 euro, 70.000 euro ke atje sipërfaqe pafund, shtëpia është 100 metër katror, ta supozojmë, është 70.000 euro. Sekreti është ky, ti e thua në fund që jemi në Ballç. Pra ti e thua super okazion, 70.000 euro. Thua të gjithë të mirat në fillim, dhe pastaj thua jemi në Ballç. Edhe në fund, edhe ti del korrekt, e thua në fund ndodhemi në Ballç kontakto pronarin. Po çfarë ka ndodhur? Ti ke bërë njerëzit të ndjekin. Që ta shohin të gjithë videon. Ta shohin të gjithë videon dhe platformat Instagram, TikTok, të gjitha platformat ta njehin. Pra baza e viralitetit është watch time. Sa kohë ti ndjek një video. E kuptoj. Kjo është se kam dëgjuar që thonë jo 3 sekondë që parë, jo. Ajo është dhe mësuar për mund është 3 sekondë që parë. Biles është një e kundërta e kësaj, në momentin që ti ka 3 sekonda të mirë dhe pastaj bën diçka tjetër, krijohet një lloj ndjesie zhgënjimi te audienca dhe një ndjesi që shikoj se ky po ma fut më. Dhe e heq videon se asarrohet. Pra nëse nuk takojnë pritshmëritë, pra ti nis videon me një gjë që të tërheq vëmendjen. Dhe pastaj kalon direkt në një gjë tjetër, njerëzit e nuasin atë gjën se pastaj videon e kalon. E kalojnë sepse në subconsciencë mendojnë njerëzit ky po më duhet të më mashtroj më apo të më afusi apo të më detyroj që ta ndjek videon. Dhe krijohet një rezistencë në trut dhe e heq. Por në momentin që ti e shoqëron gjithkohës me argëtim, pra bëhet e këndshme reklama dhe shikohet video. Pra sa më shumë ta ndjekin videon, aq më virale bëhet. Pra ky është ai sekreti. E përbledhur në një të vetme është vetëm watch time, që quhet anglisht apo sasia e kohës. Sepse ato vijnë rrjedhimisht. Në momentin që ti e shikon, përfshihesh dhe në video, komenton, e shpërndan, i bën like. Po ky është parimi, domethënë indikatori kryesor, watch time, sasia e kohës. E kuptoj. Që e thjesht për ta përmbyllur. Çfarë do të thoshit të gjithë të rinjve që i futen një pasionit të tyre si në rastin tënd me video që realizon? Çfarë mesazhi do t'i jepje që të vazhdojnë ëndrrën e tyre? Të ndikoheshin nga këto gjëra, të isin përpara? Në fillim, sepse e gjitha është e koha, ne nuk është se jetojmë 200 vite apo. Ne e kemi kohën të kufizuar. Dhe sa më shpejt njeriu të kuptoj ku është i fortë, ku e gjen veten, aq më shumë ka për të pasur sukses, sepse ka të bëjë me avantazhin konkurrues. Në
Në momentin që dikush do të bëj diçka të sforcuar thjesht sepse frymëzohet nga një gjë se mendon se shikose e filani po bën lek apo ku di, nuk ka për të funksionuar në mënyrë afatgjatë. Njëkohësisht kjo gjë duhet përshtatur dhe me nevojat që kanë njerëzit. E gjitha ka të bëj me të qenit i diferencuar, si tek nëse produkti është vetë personi apo është i produkt që është në treg. Duhet jesh i diferencuar. Nëse nuk gjen mënyrën për të qenë i diferencuar, nuk e bën. Ti duhet të sjellësh diçka të veçantë. Si qofte vetje nëse produkti është vetvetja, apo edhe nëse është një produkt X, duhet të ketë një avanazh konkurrues, dhe duhet të jetë i diferencuar. Në të kundërt është çështje kohe dhe falimenti është i shumë. Këto janë dy pikat themelore ku duhet të mbështeten të gjithë fillestarët, le të themi. Dhe ajo nuk diskutohet fakti që nuk duhet të pyesin sidomos të gojet, sepse nuk të kuptojnë. Nuk të kuptojnë, shumë pak veta të kuptojnë, por nëse je i qartë në veten tënde, nëse e beson me shpirt atë gjë që je duke ndjekur, është çështje kohe dhe hapen gjërat. Por duhet të jesh i diferencuar. Ne edhe teorikisht në shkollë kemi bërë, por ne thjesht e kemi bërë si lëndë mësimore, jo me peshën e dur, diferencimi i produktit dhe avantazhi konkurrues. Janë pika të kyçe për çdo lloj aktiviteti. Edhe në çdo lloj marrëdhënie. Nëse nuk janë ndryshe, nuk arrim dot. Ky është një mesazh i fortë për të gjithë të rinjt, që janë në vazhdimin e karrierës së tyre dhe në fillimet e veta, le të themi. Madje për shembull, edhe kur më bëhet kështu fjalë mashkull, çfarë themi ne? Ajo është e veçantë, ai është i veçantë. Pra, ka të bëjë me të qenit unik, të qenit ndryshe. Dhe ajo bën diferencën. Arber, të falenderoj shumë që ishe me mua sot. Ishte kënaqësia ime. Për të gjitha këshillat që dhe për të rinj, por edhe disa gjëra që na i zbulove këtu sot. Edhe unë ndjeva shumë mirë dhe ishte, si e thash, dhe studioja shumë e bukur. Ju faleminderit. Nuk na e ke thyer akoma. Edhe unë ndjeva shumë komod, shumë këndshëm. Kënaqësi për mua që të kisha sot. Faleminderit.